Përshëndetje të dashur miq të InTV. Fatkeqësisht kjo është puntata e fundit e Gossip Girl për këtë sezon dhe unë ju paralajmëroj që sezoni i ri do të jetë bombastik dhe ka surpriza shumë të papara. Gjithsesi, për këtë puntatë të fundit e kemi përgatitur lajmet e javës si zakonisht dhe këtë fundjavë ka ndodhur gjëra interesante, për shembull Cristiano Ronaldo, ndër të tjera përveç se ka një makinë super luksoze, një jetë fantastike siç e dim të gjithë, normalisht s'ka ku çojë lekët dhe ai shkreti, ka hapur një hotel super luksoz në një ishull të Portugalisë. Ndërkohë nga ana tjetër flasim për divorcin e famshëm të Johnny Depp dhe Amber Heard, e cila nuk duket se po e përjeton dhe aq keq sepse është parë me një mashkull të ri për krah. Për këto e të tjera ndjekim bashkë insertin vazhdim. Pas makinës së re, futbollisti Cristiano Ronaldo ka bërë një investim tjetër. Kësaj here bëhet fjalë për një bashkëpunim të tij me linjën portugeze të hoteleve Pestana. Ronaldo këtë fundjavë ka inauguruar hotelin Pestana CR7, i cili është nën pronësinë e tij. Hoteli ndodhet në ishullin e Portugalisë Madeira dhe nga foto duket se mbizotëron luksi dhe detaj që lidhen me imazhin e Ronaldos. Nëse jeni fansat të tij dhe akoma si keni planifikuar pushimet tuaja, ky mund të jetë një destinacion. Testi Charlie Sheen për HIV nuk ishte bomba e vetme që ai ka fshehur vitet e fundit. RadarOnline.com thotë se kinemaja Tinselton ishte gati të shpërndante një sekret të madh gay para 3 vitesh, por hoqi dorë. Radar Online siguroi një video që Sheen kishte filmuar për Glad në vitin 2013, 2 vite më vonë pasi ai mori vesh për lajmin që ishte me HIV. Në video ai shfaqet në një dollap me disa femra, ku njëra pas tjetrës ato dalin jashtë. Në fund të videos shfaqet edhe mesazhi sensibilizues për LGBT. Dhe avokati i tyre ishte Charlie, i cili nuk ishte ende gati që ky klip të postojë atëherë. Për vite me radhë Sheen ka dalë me meshkuj, femra dhe transseksual. Madje shumë nga këta partner kanë përfituar shpërblime miliona dollarësh, pasi ata e dinin që ai ishte diagnostikuar me HIV. Radar gjithashtu ka siguruar një video amatore të aktorit duke kryer marrëdhënie seksuale me një mashkull, por ai nuk e ka pranuar të ketë kryer marrëdhënie me meshkuj. Të reja interesante për Bad Girl Riri. Ka mbi supe shumë hite që kanë bërë të famshme, megjithatë për fatin e saj të mirë, Rihanna ka patur mundësi të integrohet edhe në botën e kinematografisë. Ndoshta duke parë talentin e saj, krijuesit e Bates Motel ka vendosur t'i japin një rol të rëndësishëm në këtë sezon të 5 dhe të fundit të serialit. Vetë Rihanna ka treguar përmes një video të shfaqur në konferencën ndërkombëtare të Comic Con se do të interpretojë personazhin ikonik të Marion Kane. Historitë e Bates Motel si kronologji kohore ka ndodhur përpara fillimit klasik horror të 1960-s, Psycho me regji të Alfred Hitchcock. Amber Heard ka kaluar një periudhë të mundimshme duke kaluar divorcin e saj shumë publik dhe shumë të shëmtuar me Johnny Depp. Por duket se bukuroshja 30 vjeçare nuk e ka tërkaluar dramën e vetme. Ylli i Room Diary ka kaluar shumë kohë gjatë periudhës së fundit me 45 vjeçarin Elon Musk, i cili ka vlerë tronditse prej 12.7 bilion dollarësh. Ai vetë është për herë të dytë në proces divorci nga gruaja e tij, Tallulah. Edhe pse ata njiheshin më parë, vetëm gjatë periudhës së fundit Amber është afruar më shumë se zakonisht me themeluesin e makinave elektrike Tesla. Pikërisht tani që milionat e Depp i rëshkitën nga duart. Një nga personazhet më të komentuar të ditëve të fundit është pa diskutim Ylli Limani për shkak të një foto shumë provokuese me këngëtaren e njohur Tuna Sejdiu. Askush nga dy artistët nuk ka pranuar por as ka mohuar marrëdhënien e tyre deri në momentin që këngëtari ishte i pranishëm në emisionin Fun Day dhe me shumë siklet ju përgjigj thashë themeve. Diçka e tillë është vënë re që në momentin e parë kur u shfaq në ekran fotoja dhe pse mohoi lidhje me artisten 31 vjeçare. Ylli deklaroi se janë vetëm miq dhe se ekziston një dashuri e pastër dhe respekt reciprok mes tyre. E vërteta e vetme të gjithë thashë themeve është se të dy po punojnë mbi një bashkëpunim i cili do të jetë një balad. Lidhja e tyre duket se nuk ishte asgjë më shumë se një strategji e mirë menduar marketingu. Të ftuarat e mia të fundit për këtë sezon janë 2 vajza shumë interesante që besoj të gjithë i keni follow në Instagram. Janë 2 fashion blogger, njëra ndër të tjera punon dhe këtu në In Life është Marigona Nila ose siç quhet ndryshe Nina's Blog dhe ju e dini shumë mirë për kë po flas, dhe Stella Plaka. Sigurisht ato të dyja kanë shumë ndryshime mes tyre për sa i përket stilit dhe gjërave që pëlqejnë, por ato janë dhe shumë i keshta të mira dhe konsultojnë shpesh për sa i përket trendeve më të fundit apo fotove. Gjithsesi, për këto dhe të tjera do ndjekim intervistën në vazhdim. Përshëndetje, jeni me mua Ninën, sot në Gossip Girl. Ndryshe nga emisioni im Lifestyle, sot jam më rehatshëm dhe po ndihem më komfort këtu me Stelën. Përshëndetje Nina, më në fund të takuam, më pak kohë që nuk shihemi. Kjo është besoj kafja më mirë që do pim bashkë. Besoj se po, dhe pse koha nuk na premton dhe aq mirë, por rëndësika që
të shkoj pozitivisht gjithë biseda. Atëherë, Stella, ti je një fashion editor edhe je ndër të parat në qytet. Do më tregosh pak për këtë gjën që bën ti, si e bën, si ka erdhur si ide. Si e bëj, me pasionin më të madh, me dashurinë më të madhe, ka qenë një rrugtim i gjatë, po aq edhe nuk mund të themi dëshirë, sepse nuk e kam zgjedhur ta bëja me kënaqësinë më të madhe normalisht, por nga ana tjetër jam stepur pak pasi kjo bodhe më pëlqente dhe jo, por pasioni më i madh mbetet sepse kam mbaruar gazetarin mes të styling, kështu që gjendem brenda habitatit tim. Doja të dija për ty në fakt. Tani që je dhe ti je futur kësaj fushe, si të duket? Kalimi nga një stad në një stad tjetër, nga një blogere dhe tashmë prezanton një emision për modën, besoj që jemi aty në rrugtim. Jemi të dyja nga si ndihesh, Nina? Ndihem shumë bukur se tani jam më pranë njerëzve dhe më pranë kamerës. Se dikur kam qenë në foto është një gjë e ngrirë dhe është një gjë që është më eftozë sa kamera. Kamera tregon një ndjesi time në aty brenda, që tregoj çdo javë, tendenca, është pak a shumë dhe puna jote, po ti e bën me njerëz të tjerë, në që unë e bën me veten time. Unë vesh personazhe publike dhe jo personazhe publike dhe kjo është kënaqësi e madhe të punosh me blogger. Kështu që ashtu jemi janë ato stadit që thash paraprakisht që deri dje ishte një e aplikoja mbi veten pasionin me modën, ndërsa tani aplikoj tek tjerë dhe kjo është kënaqësia më e madhe. Është vetëm diku më lart pastaj? Nuk di të them, unë jetoj ditën, jetoj momentin, jetoj çastin dhe besoj që çdo gjë nëse arrihet gradualisht dhe me shkallë, është besoj idealja për të arritur dhe suksesin, qoftë profesionalisht, qoftë edhe individualisht. Nuk më pëlqejnë hapësirat e kaluara me hapa gjigante, pastaj besoj që vjen një moment thyen kokën dhe përplasesh. Ndaj çdo shkallë është mirë ta kalosh avash, duke dal nga dal. Tamam, avash. Doja të dija tani, në lidhje me lookun tënd, sa pëlqen të luash me guximin, të mbetesh brenda një stili, do t'i Ninën, pak botën e Ninës, sepse kur jemi takuar, të pash me një look më minimalist, deri diku me ato prerjet pak mashkullore, ndërkohë që shikoj tani veshur komplet ndryshe, me ngjyra e guzimshme. Më pëlqen ndryshimi. Po, na erdhi pranvera, erdhi kështu më guximshëm. Unë faktikisht jam e prirur që të përqafoj trendet, domethënë kam kështu, dua që gjithmonë të jem in me trendet e reja që dalin, por gjithmonë duke mos dal nga vetja ime. Gjithmonë janë ato gjëra që përzjedh, që mund të kombinohen shumë mirë me shtatin tim, me ndjesinë që kam unë edhe që t'ju jap një attitude robave. Ndoshta e kam këtë luksin sepse unë flas tani çdo javë për trendet dhe për gjërat dhe kam kështu që gjithë kohës mundohem që të jem e updateuar. Gjithkohës që ta bësh tënden atë çfarë është trend, se nuk është domosdoshme siç e themi gjithmonë që çdo trend ta përqafojmë, se jo çdo gjë na arrin mirë. Fundjavundit çdo gjë përshtatet me fizikun, me karakterin, diçka që i ri mirë Ninës nuk i ri mirë Stelës apo dikujt tjetër. Ndaj kjo prap jam ajo, ndjesia ime e brendshme është prap ajo një femër parisiene që lufton gjithmonë për atë minimaliste. Vazhdon akoma minimaliste. Dhe pse sot mund të them që çdo gjë vetëm minimalist, jo, po është mirë të ndryshosh her pas here. Unë për sa i përket stilit, ty të pëlqen vintage, domethënë jo, nuk jam e përdispozuar tek vintage, jam e përdispozuar drejtërisht te ndryshimit. Ma pëlqen çdo gjë që është e bukur, që përshtatet me tipin dhe me personalitetin, dhe normalisht duke kaluar etapa dhe përqafuar shumë trende. Më pëlqen trendet të miksuara bashkë, më pëlqen vintage, siç më pëlqen ta miksosh vintage-in me trendet kontemporane. Ajo çfarë nuk më pëlqen është komercializimi. Komercializimi i tepërt bën humbjen e identitetit. Duke bërë shumë komerciale, duke ndjekur shumë trende, fillon humbet pak nga vetvetja. Ndërsa unë preferoj që ta kem një drejtim edhe në stil ashtu siç jam unë fundjavundit. Ajo me që përmendë komercialen, as unë nuk jam fare fan se komerciales, sepse tani së fundmi kemi parë shumë në rrjetet sociale dhe në Facebook, në Instagram, sidomos që gjitha gocat po tentojnë drejt një stili, që po vjen nga Amerika dhe neve duke sikur po na ndikon për keq, janë bërë gati gjithë njësoj, edhe jemi ne që jemi disa persona, unë ti dhe ca blogere, fashion blogera të tjerë, dhe ca personazhe që vishën me stil që po mundohen ta mbajnë fuqishëm. Shpresoj ta mbajnë, por është gjë e vështirë. Nuk ka lidhje se ka shumë vajza dhe nëse pse nuk njihen në fushën e modës që kanë një farë drejtimi apo orientimi drejt së bukurës dhe drejt modës. Nuk domosdoshmërisht jo çdo trend, siç e tham, duhet bërë joni, por besoj që ende ka karaktere dhe personalitete vajzash që janë për të zbuluar. Në Shqipëri shikoj shumë vajza të reja madje, ndoshta unë shikoj pak veten në një brez disi jo të vjetër, por më të avancuar.
Dhe shikoj dhe më vjen shumë mirë që 20 vjeçarët, 15 vjeçarët e sotme kanë një identitet të fortë në modë. Shikoj risi, karakter, personalitet, e gërthasin fort. Nuk më vjen mirë kur shikoj ekstreme dhe abuzime, ajo nuk është e bukur, sepse abuzimi shikot ajo përplasja që është diçka e uazuar me forcë dhe ngjan shumë tuar. Po kur e bën me lehtësi, do të thoya diçka. Me që se ra fjala për lehtësinë, unë sot jam veshur për 1 minutë, Nina. Se nuk isha përgatitur për intervistën, dhe është e bukur këtë papriturat ndonjëherë të ngjallin dhe atë emocionin, po, papritur. Edhe unë, e di që mua pyetja më shumë ti që më bëhet gjithmonë është sa minuta do që të vishësh për ndonjë event ose ndonjë mesazh. Se duket sikur ne harxojmë shumë kohë për të veshur. Realisht është ai. Vishem super shpejt dhe jam gjithmonë që jam kështu gjithmonë on a rush, nga që kemi edhe këto impenjimet e ditës edhe gjithmonë, po unë them që është e lindur kjo gjëja. E them që kur e ke pasion edhe bën shumë kollajshë. Të vjen direkt ideja thua, okay, se do vesh, ti besoj sot, nga që ishe kështu. Besoj përveç lindjes është pasioni, është e qenurit vetvetja. Nëse je vetvetja, nuk ke nevojë pse të lodhesh, sepse unë do dal para kamerave apo njerëzit duhet më shikojnë në farë mënyre. Duhet të jesh thjesht vetvetja. Nëse je vetvetja, je gjithmonë mirë. Është shumë e lehtë për të kuptuar kur ti huazon një stil të dikujt tjetër, kur ti kopjon rëndom, kur ti përqafon një trend që nuk është joti. Prandaj ajo çfarë ne na jep më shumë lehtësi është të qenurit vetvetja. Dhe besoj që është baza dhe elementarja. Për sa i përket Insta Topic, ne kemi zgjedhur këtë javë diçka që bëri buj kudo në Instagram, sigurisht. Bëhet fjalë për ditëlindjen e Jennifer Lopez, një nga divave më të mëdha të muzikës, e cila edhe pse është goxha në moshë, le të themi, ajo mbetet po seksi. Ishin të ftuar shumë personazhe të famshëm, shumë postime interesante u bë, po gjithsesi se çfarë ndodhi dhe si organizuat, do ta ndjekim tani në minutat e vazhdim. Si java e fundit e Insta Topic për këtë sezon, menduam ta mbyllnim me fest. Dhe nuk ishte fest më speciale se ajo që diva Jennifer Lopez pati këtë javë për ditëlindjen e saj të 47. Në Instagram, ku do shfaqeshin postimet e dy netëve ku ajo festoi me miqtë e saj në Las Vegas. Por kush ishte i pranishëm në këtë event madhështor? Vetë Jennifer Lopez u cilësua nga gazeta të ndryshme si femra e cila nuk njeh moshë, për sa i përket fizikut dhe lukut të saj gjithmonë rrezatues. Ditën e parë ajo veshi një palë paliceta, Balmain, ndërsa ditën e dytë një fustan të dizenjuar për të nga stilisti Zahir Murad. Jennifer priti ditëlindjen në Las Vegas për shkak të një koncerti që mbajti një natë më parë. Ndryshe nga fotot klishe pranë tortës, ajo pasi postoi foto me miqt si Fat Joe dhe French Montana, foto të vetes së saj duke falenderuar stilistin, vendosi të nxirrte në foto këmbën mbi tavolinë duke shkruar: "Dua të falenderoj të gjithë ata që ndihmuan në bërjen e një dite dhe nate ditëlindjeje të paharrueshme me urime dhe videot e ndjera nga zemrat të cilat i postuan gjatë festimeve me mua këtë fundjavë. Ju dua të gjithëve shumë." Ndër të tjera, ajo falenderoi dhe këngëtarin Maxwell, i cili këndoi shumë urime për ty live vetëm për të. Siç u kuptua, këto këpucë ishin ekskluzivisht për ditëlindjen e këngëtares dhe kjo u dallua nga hashtagu Birthday Shoes. Një nga të ftuarit e pranishëm ishte Calvin Harris, i cili u pa duke folur shpesh dhe me Kim Kardashian. U quajt nga gazetat si me dashje kjo bisedë, por inat të ishit të tij Taylor Swift, pasi të dyve i bashkon inati që kanë për të, nisur nga konfliktet e kohëve të fundit mes tyre. Calvin postoi një video me J-Lo duke shkruar: "Gëzuar ditëlindjen ikon legjendare. Koncerti yt kësaj radhe ishte një niveli shumë të lartë." Ndërsa Kim Kardashian me sa duket ishte e pashoqëruar nga bashorti i saj Kanye West. Ajo postoi foto një ditë me vonesë, por dedikoi fjalë shumë të mëdha duke shkruar: "E di që jam pak me vonesë, por gëzuar ditëlindjen Jennifer Lopez. Kaluam një super mbrëmje në Vegas duke festuar ditëlindjen tënde dhe pasi pash koncertin tënd, mendoj të hyj sërish dietës. Nuk kam njohur asnjëherë një njerëz që vitet i zbriten pas. Ka që bukur jashtë dhe brenda inspirimi im." Përveç dyshes, Kim dhe Calvin nuk kaloi pa u vënë re dhe prania e Cristiano Ronaldos. Futbollisti legjendar u tregua pak i rezervuar me urimin, duke shkruar vetëm gëzuar ditëlindjen J-Lo. Djalë fjalë pak, por punë shumë e sa po kuptojmë. Ëmbëlsira për në fund ishte urimi që partneri i saj Casper Smart i ka bërë duke postuar një foto tek sa e përqafonte. Gëzuar ditëlindjen drita jetës time. Partneres dhe bashkëpunëtores time në jetë dhe dashuri. Arushës më të bukur në botë, ju uroj të kaloj ditëlindjen më të bukur ndonjëherë. Edhe pse J-Lo tregua kursimtare në foto që postoi, kjo nuk do të thotë që ne nuk e dim se çfarë ndodhi.
Mes tortës gjigande shumë katçe dhe miqve, J-Lo shkëlqeu më shumë se kurrë, edhe pse vitet kalojnë, kuptojmë që ajo mbetet po e njëjta. Një yll që nuk zbehet kurrë. Kjo ishte ditëlindja e Jennifer Lopez, e cila mbushi Instagramin gjatë kësaj jave. Instatopik shkon me pushime, prandaj shihemi sërish në shtator. Vazhdojmë akoma me lajmet e javës, të cilat si zakonisht nuk mbarojnë kurrë për sa i përket showbizit. Do flasim për nominimet e MTV Music Awards të vitit 2016, pra, të cilat sapo janë anoncuar, shumë artistë të famshëm do jenë pjesë e hiteve kryesore të cilat ata kanë realizuar, si Rihanna, Beyoncé, Calvin Harris, por ka edhe ata të cilët janë ndjerë le të themi të anashkaluar si Nick Jonas, i cili ka bërë disa postime në Twitter për këtë gjë. Ndërkohë do të flasim edhe për telenovelën e famshme, e cila mos themi që ka kaluar dhe telenovelave të tjera turke apo italiane, bëhet fjalë për telenovelën Kardashian, e cila nuk ka fund kurrë. Kësaj radhe në serinë e kësaj radhe më saktë, Blac Chyna shihet me Kim Kardashian në një festë familjare, por Rob Kardashian, le të themi pretendenti për burr, nuk është aty sepse mendohet që të kenë një lloj konflikti apo pragëndarje. Për këto e të tjera të ndikim tani në vazhdim insertin. Snapchat është ndruar në një mënyrë të mirë jo vetëm për të publikuar foto personale, por edhe për të promovuar filmat e rinj. Të paktën këtë mënyrë kanë zgjedhur marketierët e serialit televiziv American Horror Story, të cilët për të mbajtur gjallë kurreshten e fansave, solën disa teasera të këtij produksioni. Siç edhe këto video tregojnë, ky realizim kinematografik do të publikohet në shtator këtij viti dhe shënon kështu sezonin e 6 të tij. Me pak fjalë, American Horror Story vazhdon historinë e saj të suksesit. Është shpallur edhe lista e artistëve që janë të nominuar për MTV Video Music Awards për 2016. Listën e kryeson Beyoncé me 11 nominime, ndërkohë që pasohet nga Justin Bieber, Adele dhe Kanye West. Veç tyre, pjesë e kësaj liste janë dhe artistë të tjerë si Ariana Grande, Rihanna, Calvin Harris, Coldplay, Sia, Fifth Harmony, Chris Brown, The Weeknd dhe David Bowie. Por ka një të zhgënjur nga të gjithë lista e nominimeve. Është Nick Jonas, i cili pretendonte se meritonte të ishte pjesë e listës së MTV si pretendent për një çmim. Të gjithë mërzinë e tij, 23 vjeçari e shprehu në Twitter duke thënë se ndihej i zhgënjur që hitet e tij Close dhe Bacon nuk morën as pak dashurinë e merituar në këtë edicion të Video Music Awards. Megjithatë, vetëm pak çaste më vonë, Nicki ka dhënë forca vetes duke shkruar se kjo gjë e vogël nuk do e ndal frymëzimin e tij për të sjellë muzikë të mirë për fansat. Edicioni i këtij viti do të mbahet më 28 gusht në Madison Square Garden, megjithatë detajet se kush do ta prezantojë ende nuk janë zbuluar. Katy Perry për një kohë të gjatë ka bërë pushim dhe me sa duket po përgatiste diçka të madhe. Këngëtarja 31 vjeçare ka publikuar trailerin e këngës së saj më të re Rise, e cila do të jetë himni i lojrave olimpike Rio 2016. Së shpejti unë do të rise, ngrihem, shkruan Kate në Instagram së bashku me një klip të shkurtër nga video e cila përmban një peizazh mbreslënës ku ajo tërheq një parashut. Kënga tashmë është numër 2 në Billboard dhe me siguri shumë shpejt do të jetë e para. Nuk dihet ende nëse do të publikohet video e plot, por Kate njoftoi në Twitter se do të ndodhë shumë shpejt. Ndoshta punët mes Rob Kardashian dhe të fejuar së tij shtatzan nuk shkojnë as pak mirë, por kjo duket se nuk ka rëndësi për hallën e ardhshme Kim Kardashian. Rob e vërtetoi marrëdhënien e vështirë me Blac Chyna, duke mos u paraqitur fare në festën e ditëlindjes për gjyshen MJ. Në ndryshim nga ai, Chyna është shfaqur dhe parapraninë të fejuarit të saj, ku duke parë situatën, normalisht do të ndihej si e tepërt. Por Kim ka menduar që të zbuz diçka nëpërmjet një postimi në Snapchat, ku shfaqet duke i fërkuar barkun shtatzën, asaj që mund edhe të mos bëhet kunata e saj. Megjithatë, fëmia që pritet të vinë në jetë është nipi ose mbesa e Kim, dhe për bukuroshen 35 vjeçare, gjaku duket se nuk bëhet ujë. Kur shkel Lindsay Lohan, prisi të ndodhë një skandal. Ajo i dha full marrëdhënies me të fejuarin Egor Tarabazov vetëm fundjavën e shkuar, por duket se kjo gjë nuk erdhi pa pasoja. Babai i saj Michael deklaroi se vajza e tij është shtatzan dhe se ja dha këtë lajm nëpërmjet një mesazhi të shkruar. Megjithatë, aktoreja 30 vjeçare nuk është personi më i besueshëm në botën e spektaklit, por më tepër pasi u shpar duke pirë cigare së fundmi. Tani, ose nuk është treguar plotësisht e sinqert për shtatzanin, siç ka dhe shumë gjasa, ose është një mamare e ardhshme jo dhe aq e përgjegjshme, siç ka dhe po ashtu shumë gjasa.
Backstage-i kësaj jave është shqiptar më në fund sepse edhe në Shqipëri realizojnë backstage shumë interesante. Bëhet fjalë për një bashkëpunim i cili është me të vërtet shumë i pritur nga fansat e Ronela Hayati dhe Young Zerkës. Ata më në fund bën një këngë së bashku dhe ju siguroj që është shumë interesante, po zhvillohet në një nga bregdetet e Shqipërisë tek Kepi Rodonit dhe sigurisht InTV ishte aty për të xhiruar gjithçka ndodhi në atë ditë, xhirimet, prapaskenat, intervistat dhe gjithçka që bën fjalë për këngën. Do ndjekim tani në disa minuta se si u realizua ky videoklip. Përshëndetje InTV, unë jam Ronela Hayati edhe jemi në backstage-in e xhirimeve të këngës Son në 2 pika, më të retë Syni jem. Është një bashkëpunim mes meje dhe Young Zerkës, momentalisht jemi duke u rregulluar dhe duke u pispillosur. Ermirës po i del tym nga jeta duke klasur në vap, duke më bërë flokët mua. Kemi që në orën 5 të mëngjesit që jemi pa gjumë. Realisht ka shumë mundësi që tani të kjo skena që dhe më shtrirë të fle. Kënga është bashkëpunim, nuk e ka ditur asnjëri, është diçka që ishte tak fakt. Videoja po realizohet nga Pro Video, stafi që unë kam realizuar 4 video të fundit. Ka goxha skena, ka goxha ngjyra, do të jetë më shumë një klip i thjeshtë sesa do të fokusohemi në një këngë. Mund të jetë një këngë që për masën është normale ta dëgjosh, por për ne është pak më ndryshe, duke qenë se për mua është diçka e re të këndoj si një vajzë pak më klasike, dhe pak më e lumturuar dhe e mjegulluar nga lumturia, duke qenë se të gjithë këngët e tjera të mijat janë në kërcënim për jetën. Gjithsesi, shpresoj që publiku t'i pëlqej. Përshëndetje InTV, unë jam Young Zerka. Tu jemi të një nga skenat e realizimit të klipit Tim të Radhës. Kjo është një skenë që këtu do jemi me të bardha me të kuqe, nëse s'ka lidhje kjo. Do të them që kënga është realizuar nga Big Bang Production, cila ndodhet në Prishtinë, në Sharbri, e përshëndes. Teksti dhe vija melodike është bërë nga unë dhe Ronela. Bashkëpunimi thjesht ka lindur në studio, ka ardhur shumë spontane. Edhe tham se mos e bëjmë edhe ta nxinim për verë. Kënga quhet Syni jem. Bashkëshifemi edicionin e ardhshëm të orës 20:00, ju puth, ju përqafoj, ju dashuroj. We are love good music, we are bring there. Love a day, love a day, love a day. Pasi dëgjuat të vajzat të flisnin mes tyre për profesionin, për jetën, për stilin, për modën, ju sigurisht keni zbuluar më shumë për to, por tani të zbuloni akoma dhe më shumë me intervistën e Shortit, që sigurisht ju tashmë e dini që ato i bëjmë pyetje njëra tjetrës dhe pyetje jo do si do, por le të themi paksa pikante. Dikim tani Ninën edhe Stelën. Tani është momenti, Stela, i pyetjeve në botë. Kështu që, shpresoj të jenë treguar të më shijshme me ne. Ta përzimi çik që të na bëjnë në një pyetje kështu, pikante. Po kështu me hile pastaj. Mos i hap. Wow. Do të jem serioze për këtë pyetje. Çmenduria më e madhe që ke bërë për dashurinë? Çmenduria më e madhe. Besoj një rrugë gjatë rreth 12 orë me tren për të arritur personin që tani kam në krah. Nuk bëjmë pishman. Besoj që sakrifica e ka vlerësuar se vazhdojmë akoma jemi bashkë. Që ai rrugtim e gjede tani për krah meje. Ti ke dhe një djalë të vogël. Po, kam një vjet që e përshëndes dhe fryti dashurisë time dhe sakrificën për babaj në fjalë, sepse është babai i djalit, besoj që ja ka vlerë sakrificën. Dhe sa takoj Stelën jam gjithmonë kështu, si është djali se pastaj do flasi për fashion. Gjithmonë Një pyetje shumë e shpejtë, kaloj të parantezën e djalit. Fatikisht mbeti dashuria ime më e madhe jetës dhe ai më frymëzon për gjithçka të bukur. Madje mendoj që frymëzimi më të madh për të arritur deri këtu ku jam sot e kam falti. Ai më çlodh, më heq çdo stres të ditës. Tani kam radhën unë.
Tani unë. Pa të shikojmë njerë. Hera e fundi që ke qarë për një mashkull, Nina. Wetar pyes. Nuk e dim, duke sigur Alba ma ka bukse që me ile. Mbetemi në një mund, se sakrifica për mashkullin e qara për një mashkull, kështu sakrifica. Unë faktikisht kam kohë që nuk jam në një lidhje tamam, s'kam në një të dashur, po shpresoj që kam qarë për gjërat e tjera. Shpresoj një jetarë më të qaj për dikë. Me shumë diplomaci u përgjigje. Në fakt më vjen mirë sepse rëndësi ka që të mbash pozitivitetin dhe buzëqeshjen, se mas shiut prap del dielli, kështu që dhe nëse që janë për një mashkull për një situatë, janë gjëra që kalojnë kur brenda shpirtit ke pozitivitet. Tani është koha ime. Go. Ua, komplimentin më i bukur që ke marrë. Komplimenti më i bukur. Besoj mbetet prap te mëmësia. Është një pjesë e imja që jam duke zbuluar dhe nëse më thonë që po e bën mirë këtë për në, aty mbushem me tëra. Rada ime tani? Çfarë nuk do vi shikur, Nina? Një gjë slim pas trupit që të më tregon të format nuk do guxoj asnjëherë. Kjo do t'ishte dhe përgjigje që jep jam. Po, edhe sidomos po t'ishte leopard. Do ishte një krim që nuk do guxoj asnjëherë. Ka dhe njerëz që e pëlqejnë, po mbetemi të dyja në të njëjtin mendim. Tani është rada ime? Nga kush inspirohesh për veshjet e tuaja? Nëse do thosha Erisa Fel, e kanë zbuluar më së fundi, kur krejt pa dashje, shikoja dhe rishikoja fotot e saj dhe thoja, ndoshta brenda vetes kur të plaken dhe të kem 90 vjeç do doja të isha ajo. E guximshme, shumë ngjyra, shumë aksesor dhe pikërisht duhet, unë nuk mendoj si të tjerët, besoj që të paktën kam një logjik të menduar ndryshe, ndaj dhe veshja përshtatet me personalitetin, dua të vdes ndryshe. Ndoshta të vdes pikërisht e plakur me aksesor dhe me shumë ngjyra, ashtu siç ndihem dhe unë. Nina, meqense ti për gjatësinë nuk jena atë të mesataren, pyetja ishte nëse lidhesh me një mashkull të shkurtër. Jo, nësë do kisha bërë asnjëherë. Në me thënë, e kam gjatësinë, duhet të jetë patjetër partneri im, ose në masën time, ose pak më i gjatë. Atëherë, në qoftë se do t'i bëje dikujt lavazh truri, kush do të ishte, ai ose ajo? Në fakt, të pjesën e psikologjisë e kam pasion, më pëlqen që çdo person ta kem përballë deri diku ta vë dhe pak në pozitë për ta njohur. Kjo ndodh me të gjithë, ndodh në çdo moment. Mund të them personazheve që ndoshta vën fasad, më pëlqen të heq maskën. Shumë pak persona janë real dhe kur shikoj që ajo maska del në padë është e tepruar, më pëlqen t'ja gëvish pak. Nuk po më përmend emra. Okej. Pyetja që urren të përgjigjesh, Nina. Nuk ka ndodhur deri tani ndoshta një nga pyetjet që të ra ka qenë dhe pyetja apo ja? Ishin të gjitha të këndshme. Ishin të gjitha të këndshme. Gjitha pyetjet ishin të këndshme. Cila është pyetja që urren të përgjigjesh? Nëse të bie një pyetje tjetër. Nuk e di, ka të bëjë me pjesën time personale ndoshta? Që të tregoj se kë kam simpati ose kush më pëlqen, këto pyetje nuk më pëlqejnë që t'i ndaj me të tjerë. Kemi edhe një pyetje të rrallës që mund ta bëjmë? Po ja direkt. Kjo është pyetja që s'do doja të më bëj. Janë çdo gjë domethënë që kam qejf të ndaj me njerëzit, është kjo pjesa ime e pasionit dhe profesionit që kam, që jam një arkitekte dhe pasionin e madh që kam për modën. Ndërkohë që gjërat e mia personale do të gjeni gjithmonë personale. Besoj që kjo vlen për edhe pse ato gjë detajin e gjatësisë e thash. Është pak që ta dim. Dhe shumë detaje në fakt, kush do tani të propozohet për Ninën të ngrej dorën. Shumë ka se pak më gjatë se, okay, pak më gjatë. Sa shumë ta shiteme bëm sot më. Të gossip, do ta shiteme bëm, ta siguroj këtë. Folëm për gjithçka dhe për asgjë, por Gossip Girl është e bukur pikërisht për anën pikante. Ne u flashëm bashkë që koha u takuar. Po, ishte kënaqësi e veçantë në një ambient, dhe pse diell nuk ishim, besoj që e sollëm pak në gjatë bisedës. Ishte shumë kënaqësi që ishim gjithashtu, shpresoj të na ndodhi prapë rasti, ndoshta në një mjedis ku të redhatoj dhe dielli. Ne mundër na ka rënë gjithë emisionet jemi bashkë. Nuk e di si dhe se ndoshta na i bën qëllimisht, Nina. Do ketë diçka mbrapa. Atëherë, përqafojmë gjithëve, faleminderit shumë, ju përqafoj fort. Përqafime, më rëtakofshim. Kjo
fatkeqësisht është puntata e fundit edhe për Niko versus Niko, pra Niko i mirë dhe Niko i keq, do të marri pushimet ashtu si dhe unë dhe si gjithë ne. Por para se ti marrim, Niko ka përgatitur si zakonisht disa foto shumë interesante, nuk e dim kë do thumboj këtë javë, por gjithsesi ne do shohim bashkë tani Niko versus Niko. Përshëndetje, një puntat, do me thënë pak më speciale e kësaj radhe, sepse kjo është puntata fundit dhe shumë e shpejt. Pa umbur kohë, sot do ju prezantojmë 5 të veshurat më mirë për këtë 6 mujor që lam brapa dhe do ju prezantojmë cilat ne të dy kemi përzgjedhur si të veshurat më mirë në Niko vs Niko. Përshëndetje, ja ku erdhëm këtu. Është episodi fundit i këtij sezoni të parë. Mund të them që unë kam nevojë për pushime, të çlodh trurin, të çlodh syt nga këto kombinime të shëmtuara që kam parë dhe pa humbur kohë, sepse po më pret autobusi aty për pushime, kalëm tek foto parë. E para për sot, Armina me Vlanin. Këtë vit Armina realisht ka prezantuar pra nesh një profil të rinj, pak më perëndimor. Pra ka përzgjedhur veshjet e saj të jenë jo kaq të njohura base në maz, por ka përzgjedhur veshje që realisht vipat jashtëtit i veshin dhe të gjithë jemi, më fal, ku e ka gjetur për shembull këtë fustanin me gjethet jeshile. Pra, është bërë pak më researching Armina dhe normalisht që meriton këtë titull, sepse Armina di të përzgjedhë dhe juve, jo mua, se unë isha i bindur, ju mbylli gojën të gjithëve. Bravo Armina. Është për të vlerësuar që Armina ka ndryshuar jo 100%, po 200% nga viti i kaluar, edhe pse ne kemi komentuar këtu, të paktën unë negativisht, më pëlqen sepse këtë vit është rritur. Ka përzgjedhur pak më jo ato që janë në trend dhe i merr gjithë bota, kur do me thënë del trendi luleve dhe ka kushdo, vendosi që këtë vit të bëhet pak më e mençur. Do me thënë, të kërkoj pak kompanira, pak më deri diku të shtrenjta, jo kaq vetëm me emër për të qenë firmatë, jo, kompani realisht që ja vlen. Nga kjo listë nuk mund të mungonte edhe ajo. Dhe ajo që unë çdo vit them që edhe këtë vit ajo është e veshura më mirë. Normalisht kush më ndjek di që bëhet fjalë për Jonida Malishin, s'ka qenë as edhe një herë në emisionin ton, sepse e kisha pak me dyshim që unë nëse vendos të flas për diçka mirë, Niko do mundohej të shpikte, të bënte diçka, të thoshte diçka negative për Jonidën, pra e refuzova dhe e lash për personazhin e fundit dhe puntatën e fundit. Jonida si gjithmonë shkëlqen, por pse do thoni juve shkëlqen kësaj radhe. Këtë vit Jonida vendosi të jetë larg fashion addicted, vendosi të bëjë diçka më cool. Pra duke vendosur të zgjedhë trendet më të thjeshta, të përzgjedhë një imazh pak më të thjeshtë, të përzgjedhë gjëra jo dhe kaq mund të them tendencë momentale, por diçka që është në modë thjesht apo diçka që thjesht asaj i pëlqen. Më pëlqen sepse është rikthyer në brune gjatë këtij viti. Dhe më pëlqen që ka vendosur të veshë shumë pantallona dhe të kombinohet pak më urbane, pak më London style. Pra, në qoftë se vjet e kisha vlerësuar si një të veshurat më mirë sepse ishte shumë glamuroze, këtë vit e vlerësoj sepse ka ndryshuar totalisht stilit e është bërë më urbane. Pra, ne na pëlqen urbania dhe unë më them bravo dhe ty Jonida sepse inspiron të gjithë të tjerët, madje edhe disa artistë. Kështu që mbarove. Është reale që nuk ka ndodhur të shikojmë këtë sezon të paktën Jonida Malishin tek Niko vs Niko. Nuk e kuptoj pse ky nuk e ka sjell, apo pse do të bëhet i mirë me disa miq të vet apo disa personazhe që është i fiksuar kot që i pëlqejnë dhe i ka xhan, mos i komentojmë sepse ka frikën time. Nuk e kuptoj pse. Gjithsesi, unë për t'ju surprizuar të gjithë me ju dhe këtë tipin këtu që më ndum sikur jam negativ, nuk do komentoj Jonida Malishin, sepse mua më pëlqen shumë. Lori është personazhi i tretë të paktën për Niko vs Niko, i veshur më mirë këtë 6 mujor që kaloi dhe për sezonin tonë të parë. Mund të them Lori, edhe pse kemi patur këtu dhe ky e ka vlerësuar disa herë keq, mund të them që ka qenë nga artistët që vinte me trend momental çdo herë. Por kësaj radhe, Lori kemi përzgjedhur 2 fotot më të bukura, sipas mendimit tim, për këtë vit ka përzgjedhur diçka si Kim Kardashian look. Pra, nuk është një Kim Kardashian look me idenë që ajo ka kopjuar Kim Kardashian. Është një look që Kim Kardashian po e vesh shumë dhe e ka bërë disi marketing, e ka bërë marketing të lookun e saj dhe po e veshin të gjithë vipat. E për më tepër Lori Hoxha që më besoni
i ka kushtet. Te foto e dytë është perfekte, nuk di çfarë t'i komentoj fotos dytë, nuk di nëse do t'i shtoja diçka se kam hall mos e prish gjithë gjën. Lori, vazhdo kjo që je, vazhdo të jesh kaq moderne dhe vazhdo të blesh gjëra origjinale. Ndërsa unë do komentoja që nuk e di nëse Lori do vazhdonte të ishte kaq moderne nëse nuk të ekzistonte familja Kardashian. Pra, kjo sfida që të vë Lori këtë një muaj pushim që kemi. Pra, vitin tjetër që do jesh e ftuar normalisht, se lëre që thot kjo që një dy bëj komente negative. Unë të kam gjanë, unë simpatizoj, unë them ato që shoh. Nuk them që ti je jashtë mode, apo që ti nuk e di, nuk merr vesh, them ato që shoh. Gjithsesi, uroj këtë një muaj të vishe inspiruar dhe uroj që të mos të kesh shumë kontakte me familjen Kardashian që të shikoj më në fund Lorin që më ka munguar. Atë që njoh këtu e para 3 vitash. Foto tjetër. E radhës është ajo. Ajo që veshja të xhupin dhe u bë e famshme. Më mirë për ta plotësuar. Për kë bëhet fjalë? Normalisht për bombonen Era i Strefin. Gjatë periudhës pas bombon, Era është fashur edhe më moderne nga që jemi mësuar me atë, ka hequr ato rastat e saj të mëdhaja me ngjyra, ka vendosur të bëhet pak më perëndimore dhe mos veshi këto xixa apo shorts të shkurtër siç vishe dikur, dhe të jetë pak më e kujdesshme me imazhin e saj. Domethënë unë normalisht sepse tani ka firmosur me Sony Records dhe ekziston një stilist që merret me këtë gjë. Po, dhe është e dukshme, dhe tek foto e dytë, që Era ka ndryshuar. Një erë e re po vjen tek Era. Dhe uroj nga shtatori, kur nxjerr dhe klipin e ri, ta kemi këtu dhe të komentojmë vetëm gjërat pozitive. Era je një bombon i vërtet. Tani unë e di që do thoni që jam negativ, po mua personalisht Era i Strefi nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen dhe kam shumë arsye dhe gjatë kohëve kam thënë arsye, nuk është se unë jam negativ dhe them nuk është gjë. Nuk më pëlqen valla se si vishet, nuk më duket sikur krijon një risi. Më duket sikur gjërat që vesh Era, ka vesh Enca apo Kida apo Jonida Malishi, muaj më parë. Kjo ka ndodhur normalisht edhe me paruket që me ngjyra që kishte veshur Enca më parë, ka ndodhur me disa veshje që ka veshur Tuna më parë apo disa aksesore që ka patur Dafina në klipe më parë. Pra, deri diku konsiderohet që është ajo vajza rebele e showbizit shqiptar që ka ato rastat e mrekullueshme që për këto nuk them asgjë. Bravo, ka qenë një super trend që vendosi të ketë një bjonde me rasta që pastaj bëri ngjyra, boshell, pink, Leila dhe për atë gjë e uroj. Tani, në aspektin e veshjes nuk e di çfarë ti uroj. Është totalisht outsider për mendimin tim, për të konsideruar një fashion icon. Mund të them që ai xhupi realisht na erdhi deri këtu në dimër, na u bë boz, edhe pse i fali suksesin, atë super hit që të gjithë e kemi qef, është diçka për të vlerësuar, por ai xhupi realisht solli një tendencë këtu që edhe qeni im Hermes i kishe një xhup lëkure me ai xhupin ai solli këtu domethënë, nuk e di. Gjatë gjithë dimrit gjithë njerëzit ishin me xhupin jeshil, me atë pellushin këtu, edhe qeni im kishe një xhup jeshil me pellushin roz. Dilte dhe ai në përshpi thoja Era i Strefi dhe ti. Unë nuk mund ta konsideroj një fashion icon normalisht Era i Strefi nga momenti që nuk ka një le të themi një detaj që inspiruese ndaj meje, pra e kot dhe jap kohë vetëm një muaj deri në shtator. Dhe në fundit, për të veshurat më mirë, të paktën për këtë puntat, është një vajzë, një balerinë që unë e adhuroj. Bëhet fjalë vetëm për Adela Lamin. Adela Lami është një nga balerinat, apo një nga, le të themi, fashion bloggers, mund ta krahasoj, të paktën unë, të reja, deri diku 2 vjet e njohur për tendencat e saj për të qenë sa më moderne, dhe mund të them se ka qenë një tërheqje vëmendje totalisht nga çdo aspekt tjetër i femrave, sepse është ajo që di të veçoj, është ajo që bën mix and match dhe është ajo që blen firmat e shtrenjta dhe i kombinon me gjëra të lira, apo me gjëra sportive, apo me gjëra casual apo urbane. Adela di gjithmonë të bëj diferencën midis një eventi, apo një fotografie, apo jetën e saj normale, dhe për këtë gjë vlerësoj shumë. Dhe ndihem me fat që e mbyll me Adelën këtë emision dhe mbyll me Adelën duke i thënë që është një nga të veshurat më mirë për këtë 6 mujor së paktën. Dhe më vjen keq se këtu e mbyllim dhe bashk për këtë sezon. Nga shtatori, o unë ose ky nuk do jemi. Do jetë një format i ri. Deri atëherë nuk dua të zbuloj më shumë,
por ditë ju them që do ketë plot gjëra pikante. Shifemi shtator. Atëherë, Adela Lami normalisht i ka dhënë një zarf me lek ti, se me që janë shok, vendosi që ta vlerësoj si e veshura më mirë. Tani për të isha kas që zarfit me lek, edhe unë e vlerësoj Adelën si një nga të veshurat më mirë. Gjëra që nuk do t'i vlerësoj Adelës është që është shumë bling lova. Që do të thot, preferon shumë byzyluk me gura, unaz me gura, kapele gura, syze me gura, thoj me gura, veshje me gura, këpuc me gura, veshje me gura, padallona me gura ose fund me gura, çantë me gura dhe ndonjë aksesor me gura tek flokët. Pra, nëse heq të si defekt, Adela mund të haj shumë nga këto që pa mësot. Qa do thoja? Po, që surpriza që thash e vërtet, dikush nga ne nuk do ndodhet këtu. Por gjithsesi, ne shifemi në shtator. Shtatori erdhi, unë po iki për pushime, ju vazhdoni të na shikoni, kemi programacione të plota në këtu. Pra, atu ta le dhe shifemi nga shtatori. Si që njoftova dhe në fillim, kjo është puntata e fundit e Gossip Girl për këtë sezon, fatkeqësisht na duhet të ndajemi, por për të rikthyer shumë shpejt me një format më të mirë, më të ri dhe me të reja shumë interesante për Gossip Girl sigurisht që do të vazhdojë në shtator. Ne do marrim pushime sepse edhe ne meritojmë tek e fundit, kemi punuar tër vitin. Unë duke ju falenderuar që na ndiqni, ju lë takim në shtator dhe ju puth fort, ndërkohë ju lë me Fatën, Mateon dhe Rudin për të ndjekur të rejat më të fundit të Treja dhe Fante. Se u bë një gjë, se u dua dalë këtu tani, rash pa nga kina që u bë nami këtej në Shqipëri. E di që kime dalë. Po normal që do dalë se... Këto janë për mu përgjigj. Me vërtet? Po. Hajtë pak të shohim se ne kemi diçka, se... Qa është kjo më? Qa më bën Kjo është fotografi gjatë kërcimit. Aha. E që është kërcim, për shumë me mua s'do kërceje, kështu? Jo, kërcej, kur kërcante në diskotek, kepi, jeme njerës që i dënë në ekipë rreth. Edhe unë kam njerës që i dua po vallaj, nuk mi vënd gjithë duart aty. Nuk di qa me tonë, është pak në shtatë jashtë vetës, jam këtë pikë, po nuk është fotografi, por ka të ndancu njerës tjerë, për flasë këngëtar tjerë, artista tjerë kanë pas fotografi tjera që kanë alo ma shumë musik. Po vëllim e që ti e single, tunë e single, po ditë shka... O qka dhe që unë e thëmë për raportin ta me tunën, qëfar do të qoftë, qka do përgjigje që unë e japë, prapë ka mu ndresh, ka mu zbukuru, të themu një gjë, kur pyeste mami mua, kur isha adoleshente gjithmonë, kush ira telefonit, kur nuk isha në gjë e këtheja për gjënë, okej, kur qeshja, kështë si të qesh ti, kishte diçka. Ka diçka, po. Ka diçka, qëfar ka? është një raport mas pari profesional, kolegial, ma ne është një dashuni e pasur me disë të dëve, për njani tjetërin. Dashuri e pastër. Për njani tjetërin në raport mitësor për flasë. Jemi shok shumë të mirë edhe ja dojmë të mirë njani tjetërit edhe kom respekt shumë të matë për ato që ka tuna është edhe që ka botën të njëtën e vetë. S'ka në gjë me ty të dyve? Jo, nëse ka diçka unë isha përgjish. Ka këngë. Si ka këngë? Ka këngë që është në furrë. Qa thua? Tu duke u përgatitur edhe se kjo është lajmë shumë i mirë. Meriton aplauz, Fation të lutem, në ndihmo pak me dorë që kiti? Bravo. Me vërtet është duke u përgatitur në i këngë? S'dija që unë. Po, mund ta prekësh prapë, s'është problem. Jo. Për këngë.